Një valë protestash masive me sloganin No Kings, pa mbretër, ka përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane, duke reflektuar pakënaqësinë ndaj politikave të presidentit Donald Trump, rritjes së kostos së jetesës dhe konfliktit me Iranin. Sipas raportimeve të CNN, mbi 3100 protesta janë planifikuar në të gjithë SBA-n, duke përfshirë qytete të mëdha, zona periferike dhe komunitete të vogla, nga Alabama deri në Wyoming, madje edhe në zona pranë rrethit arktik. Demonstratat janë karakterizuar nga pjesëmarrje e gjerë qytetare, me marshime, fjalime, këngë dhe forma simbolike proteste. Në shumë raste protestuesit kanë mbajtur pankarta me mesazhe si No Kings in America, We the People dhe No Justice, No Peace. Në qytete si Philadelphia dhe New York ku janë regjistruar turma të mëdha, ndërsa në Washington protestuesit marshuan drejt National Mall me pankarta, kostume simbolike dhe thirrje kundër politikave të emigracionit dhe luftës. Protestat nuk janë kufizuar vetëm në qendrat urbane. Shtete si Georgia, qytetarë u mblodhën edhe në zona të vogla, duke protestuar përgjatë rrugëve dhe duke marrë reagime të ndryshme nga kalimtarët, nga mbështetje deri në kundërshtime. Në disa raste janë regjistruar edhe tensione. Në West Palm Beach, mbështetës të Trump, u përballën verbalisht me protestuesit No Kings, ndërsa policia ndërhyri për të ulur tensionet. Protestat kanë tërhequr edhe figura publike. Aktori Robert De Niro mori pjesë në një tubim në New York, duke deklaruar mbështetjen e tij për lëvizjen dhe duke kritikuar politikat e presidentit. Në Chicago dhe qytete të tjera, protestuesit përdorën forma kreative, përfshirë kostume dhe simbole satirike, ndërsa theksuan çështje si emigracioni, ekonomia dhe shpenzimet për luftën. Lëvizja është rryer edhe jashtë SBA-s. Protesta janë zhvilluar në vende si Franca, Gjermania, Italia dhe Spanja, ku pjesëmarrësit kanë shprehur solidaritet dhe kundërshtim ndaj politikave amerikane dhe situatës ndërkombëtare. Kjo është vala e tretë e protestave No Kings pas mobilizimeve të mëparshme ku morën pjesë miliona njerëz. Të herë demonstratat zhvillohen në një kontekst të tensionuar, me rritje të çmimeve të energjisë dhe shqetësime ekonomike të lidhura me konfliktin në lindjen e mesme. Protestuesit theksojnë se synimi i tyre është mbrojtja e demokracisë dhe kundërshtimi i çdo forme pushteti të përqendruar, ndërsa autoritetet mbeten në gatishmëri për të garantuar sigurinë gjatë tubimeve.